Protesta e qytetarëve në Tiranë vijoi edhe mbrëmjen e sotme duke shënuar një tjetër ditë të grumbullimit të qytetarëve në bulevardin Dëshmorët të Kombit. Pjesëmarrësit u mblodhën fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt kryeministrisë, ku zhvilluan tubimin e radhës. Qytetarët mbajtën pankarta dhe përsëritën thirrjet kundër qeverisë, ndërsa nga podiumi u kërkua vazhdimi i qendresës qytetare deri në përmbushjen e kërkesës së protestës. Organizatorët theksuan se lëvizja nuk do të ndalet gjatë periudhës së verës, pavarësisht temperaturave të larta dhe sezonit turistik. Sipas tyre, protesta do të vijojë çdo ditë për të mbajtur të pandërprer presionin ndaj institucioneve. Gjatë fjalimeve, aktivistë dhe qytetarë kërkuan ndryshime politike, më shumë përgjegjësi institucionale dhe një përfaqësim më të madh të interesave të qytetarëve. Ata deklaruan se protesta e nisur fillimisht kundër projektit në Zvernec ishte shndruar në një lëvizje më të gjerë me kërkesa për ndryshim të sistemit, me pjesëmarrjen e qytetarëve nga Tirana, qytete të tjera të vendit dhe mbështetjen e diasporës. Organizatorët bën thirrje që qendresa të vijonte edhe në ditët në vijim, duke cilësuar protestën si një përballje të vazhdueshme qytetare me qeverinë.